Nuk besoj që ka njerëz që t'jenë indiferent në këtë fazë që ka filluar fushata elektorale dhe besoj që i kemi ndjekur të dyja aktivitetet që bën partitë respektive, pra më e madhja sigurisht është vetëm një parti në maggjorancë dhe më e madhja e opozitës, e cila drejtohet nga Sali Berisha, dhe unë personalisht mendoj sa kohë opozita të drejtohet nga Sali Berisha, Rama jo vetëm do marrë mandatin e 4, por rrezikojmë që të marrë edhe të 5. E them rrezikojmë sepse personalisht mendoj që rotacioni është i domosdoshëm për një shoqëri demokratike, atje ku kemi hyrë ne. Por në situatat që jemi, duke parë që kemi një opozit totalisht të paralizuar, një opozit që më së shumti në vend që të shpalosi alternativat dhe realisht të bëj një opozit për qeverisjen 12 vjeçare me alternativën përkatëse, është kthyer dhe është rikthyer tek modelet e vjetra.